Në kishat dhe famullit katolike në Maltëzi, besimtarët e krishterë kanë festuar Krishtlindjen, duke u lutur për paqe dhe qetësi, dashuri dhe mirëkuptim. Në mesazhet e urimit për këtë festë të madhe që simbolizon lindjen, u theksuar ringjallja e shpresave të reja me vlera universale në bashkësitë shumë etnike dhe shumë kulturore, siç është ajo e Malit të Zi. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ali Salaj ka përgatitur kronikën. Besimtarët katolik në Maltëzi me mesha dhe rituale të ndryshme po festojnë Krishtlindjet. Shqiptarët bashkëjetues mes disa besimeve fetare morën pjesë në meshat e organizuara në të gjitha kishat dhe famullit katolike në vend. Me mira besimtarë përkujtuan me madhështinë lindjen e Krishtit, duke u lutur për paqe, qetësi, dashuri dhe mirëkuptim. Krishtlindjet janë plotësimi i premtimit të Zotit që i ka dhënë qysh si thash dhe gjatë predikimit që është në fillim, që tash e dërgojt birin të me shtiru botën prej robnisë mëkatit. Mesazhi jam është që e bjen vetë Krishti pas njerëzve me i tokë. Bashkim, vllaznim, mirë kuptim dhe një jetesë ma lumtur, një dashni mes familjes, sidomos sot që e shohim se ka shumë dasje familjesh, ka shumë braktisje fëmijësh që lajnë shtëpiat e veta. Mesha solemne me liturgji u mbajt në arqipeshkuin e Tivarit, ku im Zot Rok Gjokleshaj uroi paqen, mirëkuptimin dhe tolerancën mes popujve të besimeve të ndryshme. Mesazhe urimi shprehen dhe zyrtarët malazez, përfaqësuesit politik dhe shoqëria civile. Të gjithë ata theksuan se në këtë festë të madhe që simbolizon lindjen, të ringjallën shpresat e reja me vlera universale. Në bashkësinë shumë etnike dhe shumë kulturore, këto festa duhet të shërbejnë për forcimin e frymës së bashkimit dhe nevojës me respektin e ndërsjellë, thuhet në urimin e tyre. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.